sa 11%. Tash në vitet në vijim, në mandatin tonë të ardhshëm, do të kemi një program për 1 miliard euro për të mbështetur investimet në kapacitete prodhuese përmes garantimit të kredive nga shteti. Kjo ju siguron investitorëve financim më të lehtë, më të lirë edhe mundësi shtesë për të përfituar nga skemat e subvencionimit të pagave. Mëtej, për të mbështetur likuiditetin e bizneseve në sektorin privat, mbledhjen e TVSH-s për mallrat që hyjnë kufi do ta zhvendosim nga kufiri në brendësi të vendit. Data e pagesës së detyrimit të TVSH-s do zhvendoset në muajin pasues nga muaji kur lind detyrimi në kufi, ngjajshëm siç e kanë edhe bizneset për TVSH-n e brendshme. Pastaj, për veturat e importuara nga Shtetet e Bashkimit Evropian do ta heqim taksën doganore për 10%, gjë që do të mundsoj kosto më të lirë për qytetarët për blerjen e veturave. E këtë mandat do ta nisim me valutën digjitale të Kosovës. Pra ne kemi valutën euro, por do ta kemi edhe një valutë digjitale të Kosovës. Valuta digjitale e bazuar në blockchain, e krijuar nga shteti do të përdoret për pagesa, krijimi i valutës digjitale hap mundësi të reja për inovacion dhe krijon ekosistem të inovatorëve, me këtë vendosim Kosovën në qendër të zhvillimeve më të fundit teknologjike. Prandaj edhe na nevojitet një ICT Tower apo Tech Tower apo Tech Cool në kryeqytet si investim publik, ku do të ofrojmë mbështetje për hapësira për bizneset e Kosovës, të cilat në fushën e teknologjisë informacionit dhe komunikimit, me rritjen e tyre gjigande, sidomos viteve të fundit, po përbëjnë rreth 6% të bruto produktit vendor në përmasën e tyre. Pastaj do t'i largojmë të gjitha kufizimet për njohjen e shpenzimeve të trajnimit si shpenzime të zbritshme për bizneset private në Kosovë. Transportin publik do ta kemi në fokus, me qenë se është një nga fushat ku kërkohet shumë angazhim e transformim, prandaj e kemi dhjetësimin e programit On and Bon, që do të thotë se do të kemi një rrjet të integruar transportit publik në tërë vendin, ku fillimisht për trafikun urban e në vijim edhe për trafikun ndërurban, integrimi do të jetë nëpërmjet biletës mujore. Secili shfrytëzues do të udhtojë On and Bon Kosovës pa pasur nevojë për një bilet tjetër dhe do të ketë një kosto të përballueshme prej 10 euro në muaj që secili mund ta shfrytëzojë për këtë program nëpërmjet biletës së integruar. Këtë mandat do ta nisim edhe me projektin e madh Brezovica. Do të investojmë deri në 500 milion euro në infrastrukturë rrugore, akomodime moderne, pista të reja, rrjet bashkëkor të teleferikut. Pra do të sigurohemi që Brezovica të bëhet qendër e turizmit malor e dimror dhe e famshme jo vetëm në rajon, por edhe në Evropë e në botë. Zhvillimi i këtij projekti do të jetësohet nëpërmjet dy komponenteve. Komponenti i parë është infrastruktura përcjellëse, ndërtimi dhe mirëmbajtja e saj, ndërkaq komponenti i dytë do të jetë pjesa e ndërtimit dhe operimit hotelerisë, gastronomisë, shërbimeve rekreative, sportive dhe shërbimeve të tjera. Ajo çfarë duhet theksuar po ashtu është që do të bëjmë reformë të thellë në arsim, do të bëjmë proces në rishikimit dhe rivlerësimit gjitha teksteve shkollore, nga gjuha dhe matematika që i rishikuam tashmë, do të vijohet me tekstet e tjera për gjithë arsimin parauniversitar, si dhe për disa lëndë do të fillojmë me përkthimin dhe digitalizimin e materialeve shkollore. Për arsimin dual e profesional do të krijojmë platformën me profilet e secilit diplomuar në arsimin profesional dhe arsimin dual për qasje në tregun e punës. 10 profile të reja do të shtohen mësimit dual në përgjigje të kërkesave të industrisë. Ndërkaq klaset e mësimit do t'i pajisim me tabela të mençura, do të shtrijmë brezin internetin brezgjër me shpejtësi të lartë edhe në 1000 institucione të arsimit parauniversitar, së bashku me qasjen falas në internet. Sa i përket shëndetësisë, ju e dini që kemi gjetë me 24 milion euro buxhet për listën e bornave esenciale, e kemi trefishuar atë. Do të vazhdojmë edhe më tej të shtojmë buxhetin për borna, por ajo që është edhe më e rëndësishme janë poliklinikat specialistike që do të ndërtojmë në Drenas, Sharr, Poduje, Viti, Rahovec e Leposavić. Pra, si do të hapim edhe poliklinika specialistike stomatologjike në Prishtinë, Pej, Gjakov, Prizren, Gjilan, Mitrovic, Ferizaj e Podujev dhe do të ndërtojmë rrjetin e laboratorëve publik
që të mbulojmë të gjitha llojet e analizave me kosto të përballueshme. Ju e dini se në përgjithësi në Kosovë për sëmundjet të cilat janë më të zakonshme kemi marrë tretman në momentin kur sëmundja bëhej një çik më e rrallë, njerëzit në vend se të shkonin tek sektori publik shëndetësor në Kosovë, zakonisht e prenin biletën e avionit për ndonjë shtet tjetër. E neve do t'i shtojmë llojet e analizave, do ta thellojmë diagnostifikimin dhe do ta rrisim numrin të poliklinikave specialistike. Tash lista e rimbursimit bornave fillon për herë të parë, duke mbështetur qytetarët për shpenzimet lidhur me bornat jashtë spitalore, e për listën esenciale të bornave do të kemi shtim të buxhetit, pra 24, 70 tash mbi 100 milion euro. Nga ajo klinik pas klinike, vazhdojmë me spital pas spitali. 300.000 fermer i kemi mbështet, 120.000 fermer i kemi mbështet me mbi 300 milion euro grante e subvencione, dhe kjo ka bërë që sipërfaqja e punueshme në Kosovë të rritet për 50%. Prandaj ne do të vazhdojmë që t'i mbështesim për eksporte, por gjithashtu edhe për zëvendësimin e importeve, fermerët dhe blegtorët tonë. E kemi subvencionuar akcizën e naftës dhe tash do të bëjmë edhe skemën e sigurimit nga fatkeqësitë natyrore për prodhimin bujqësor. Sa i takon furnizimit me ujë të pijes, do të përfundojmë projektimin dhe më pas ndërtimin e gjithë rrjetit ujësjellësit në gjitha lokalitetet e banuara. Do të kemi furnizim me ujë për shkak se do të ndërtojmë 5 diga të reja. Ky është projekt shumë i madh kapital në Republikën tonë. 5 rezervuar për ujë të pijes, ujitje dhe industri, dhe po përgatitemi dhe për 4 tjerë si studime fizibiliteti. Pa ajo që dihet tashmë, sepse janë të nevojshme dhe fizibiliteti e ka dëshmuar këtë, janë rezervuare që do ndërtohen, e ato janë rezervuari i poshtëm i Firajës, rezervuari i Pollatës, rezervuari i Kuqicës, rezervuari i Dragaçinës dhe ai i Desivojcës. Mëtej, përballafshmëria e çmimeve, pavarësia energjetike dhe ndikimi në shëndet janë parsore në politikën tonë energjetike. Do të kemi një miks të energjisë që bazohet në burime vendore dhe gjithnjë më shumë në burime të pastra të ripërtrishme nga era e dielli. Termocentrali Kosova B do të modernizohet, ndërsa termocentrali Kosova A do të rehabilitohet thellësisht, ashtu që të rritet siguria e furnizimit dhe të ulet ndjeshmëria ndaj krizave eventuale nga jashtë. Do ta intensifikojmë bashkëpunimin për ndërtimin e kapacitetit përbashkët me Shqipërinë dhe do të sigurohemi që Kosova të jetë në ballë të zhvillimeve energjetike dhe po ashtu në miksin energjetik me burime jo tradicionale dhe me teknologji inovative nëpërmjet bashkëpunimit me partnerët strategjik. Do të bëjmë menjëherë studimin e fizibilitetit për gasifikimin e Çmyrit apo linjitit të cilën e kemi aq shumë të pranishëm si burim natyror i vendit tonë. Sektori minerar është sektor strategjik me rëndësim për ekonominë, por edhe për sigurinë tonë kombëtare, e këtu natyrisht që Trepça do të jetë në fokus. Do të fillojmë me ndërtimin e hekurudhës Prishtinë-Durrës. Pastaj do të kemi edhe linjën hekurudhore që lidh Prizrenën e Ferizajn me Gjilanin e me Bujanovcin. Do ta përfundojmë ndërtimin e rrugës Prizren-Tetov, autostradën Prishtinë-Gjilan me vazhdim deri te Dheu i Bardh, dhe do ndërtojmë rrugën e Dugaxhinit që lidh Prizrenin, Rahovecin, Gjakovën, Deçanin me Pejën dhe Istogun. E do t'i vazhdojmë edhe punimet në ndërtimin e rrugëve Deçan-Plavë dhe Pej-Rëzhavë. Rruga Dolc-Gjakov, Kiev-Zahaq do të finalizohen krahas rehabilitimit dhe modernizimit të gjitha rrugëve rajonale. Po t'i kishin filluar këto rrugë ne nga fillimi, tashmë do të ishin të përfunduar. Mirë po,